Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nuk e fsheh dot emocionin edhe kënaqësinë e madhe të fatmirësisë me cilën Allah subhanahu wa ta'ala më ka begatuar që sot në këtë ditë, në këtë xhumë të bekuar, ta kemë me fjalën hapse të kësaj ceremonie dhe kësaj xhumaje historike në xhaminë e re të Tophanës, për shumë e shumë arsye, të cilat shumë për jush i dini, edhe për lidhjen time me xhaminë e Tophanës, po edhe për pozitën e një muftiu që i bëhet zemra mal sa herë që Allah subhanahu wa taala ja mundëson që të hap një xhami të re. Në krye të herës, më lejoni që t'i uroj mirëseardhjen në qytetin tonë, në xhamin tonë, në këtë ceremoni të shënuar hirësisë së tij, Haxhi Bojar Spahiut, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, po ashtu të nderuarit edhe të dashunit mikut tonë, kryetarit të shoqatës bamirëse të Katarit, zotni Keremali, së bashku me antarët dhe pjesëtarët e shoqatës së Katarit, të cilët meritojnë një falënderim shumë të madh, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejakët, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë xhami të re. Të dashtuna edhe të nderuara nana, motra dhe bija fisnike, zotnit e mi më të më shumë, Haxhi Shuajbi me shok, e ju vëllezërit e mi, po dhe djemtë e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një sihariq të madh, që si duket e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala me e shoqënu xhaminë e Tophanës për gjatë shekujve. Xhamia e parë e Tophanës është ndërtu këtu e shekuj më përpara në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Tophanës hapet sot me një Rabiul Awwal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje edhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stinë të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj, para se ta nis fjalën e rastit, unë ju ftoj që ta nisim edhe këtë xhami me një salavat me xhamat për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu ju nderoftë. Edhe qoftë kjo xhami dedikim për pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë, si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam, edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyre për ta dëshmuar mirësinë e Allahut ndaj tyre nëpërmjet besimit dhe vlerave të tij, e ka vendin dhe piknisjen në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut azza wa jall. Të dashtun dhe të shtrejtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një ndër lagjet me histori islame më të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617-ës, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamirësi të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje dhe hatip i xhamisë së saj. Shekuj më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë së Bash Bajrakut, Bajrakut të parë të Shkodrës. Në shënimet e vjetra gjejmë se ndër objektet e vjetra të lagjës Tophanë paraqitet xhamia e saj, një ndër xhamitë më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet, sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. E njëkohësisht
Sqarohet edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës. Mi pllakën e xhamisë fillestare është shkruar tekstualisht: Xhami e ndërtueme prej Hatip Mustafa Efendiut, nga lagja Tophanë, për jullës së Gazi Sultan Murad Hanit, të birit të Sultan Ahmet Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj, 421 vite më përpara, janë hedhur themelet dhe është hap xhamia e parë në lagjen Tophanë në këtë vend, me kalendarin gregorian 409 vite më përpara. I çojmë rahmet të gjithë hoxhallarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Ymer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvendës Kadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte myfti i Shkodrës në periudhën 1950-1958, e me firmen e tij u miratua edhe dekreti i ixhazetnames së Haxhi Muhamet Bekteshit rahmet pas dhanë zanësve të tij, në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabri Koçi, hoxha i Joni Madh. E të tjerë emra të nderuar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilëve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi, në përgjigje të thirrjes së Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin famëlar të "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Pra një thirrje hynore që na fton me ulut për breznit e para, të cilët na kalon me besim. E tashmë është koha që ne ta marrim te amanet e ta çojmë përpara të mbështetur në Allahun Azza wa Jall. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar, me besime moral, me taban e largpamësi, për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besim drejtëve, që përtej kohës që kalon mbeten besnik të dritës së udhëzimit dhe dashurisë për Allahun një, e për Hazreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, e fenë e mbar pejgamberanëve. E gëzofshim xhamin e re të Tophanës dhe djemt ton, e fëmijët tanë, e banorët e kësaj lagje, e marrë qytetarët e Shkodrës, ta gëzojnë brez pas brezi, walhamdulillahi rabbil alamin.